rruga drejt festivalit e njëra për atyre që punon shumë në rrugën drejt festivalit është Arta Avdi, producente ekzekutive. Mirë se erdhe, Arta. Mirë se u gjeta Kik dhe Laura. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Besom që tha mirë që punon shumë, se për një takimit me zi u shkputa, takimit që patë me prova me regjisorët, cilët kanë me qenë të angazhum në të trinatët e festivalit dhe u shkputa disi, ju ika kështu pa ju bëzë. Edhe thash dvi ta realizojmë intervistën që kemi diskutuar dhe mandi ti ki prapte puna. Për ndryshe Arta jemi drejt edhe në Alb Radio në Zvicër, edhe kolegët tanë po të përshëndesin, kështu që faleminderit shumë, i përshëndes edhe unë ata, gjithashtu. Çish po shkojnë punët, Arta, ku jemi, ka jemi? Mirë shumë, mirë kanë puna faktikisht ka fillu për realizimin e festivalit që nga Vesa, e cila ka fillu ideimin e skenografisë, që në muajin mars, prel, diku atëherë në atë kohë, dhe tashti ideja e saj po vizualizohet gradualisht, duke u ngrit skenografia në skenën që kemi realizu, në hapësirën që kemi realizu edhe 2 edicionet e para, edicionin 1 dhe edicionin e 2. Do thotë edhe si vjetë po mbahet aty në sallën e djegur të Pallatit të Rinis. I kam betë kështu e djegur, është ashtu më e bukur që kemi në Kosovë. Faktikisht prej realizimit festivalit parë unë nuk do e kisha qujtë më e djegur, po salla e vetme që mund të bëjmë festivalit të këtyre natyrave, platformave të mëdha si që kemi të vetme në hapësirë në Kosovë, sepse kur kryeqyteti i Kosovës e ka të vetme në hapësirë, atëherë nuk besoj që mund ta kemi të ngjashme diku në ndonjë. Po vendosim emrin këtu në emisionin ton, salla e festivaleve. Kështu po e Salla festivalet po, disa bën kështu faktikisht e ka qujtë Flora Durmishi në dokumentarin, kështu që nuk e harroj asnjëherë salla Pallati i festivalit, e ka qujtë Pallatin e Rinis në kohën kur gjithë ekipi ishim të angazhuar në realizimin e edicionit të parë dhe të dytë, kështu që mirë the salla e festivalit. Salla festivalit, po edhe me qujtë djegun se edhe në edicionin e parë, qysh janë nisi nuk po di ti harron pak sa si historinë nuk do të harroj. Si ka qenë Arta kështu e mera shtangun edhe që po ndodh kanë qenë faktikisht 4 ditë para se me fillu edicioni i parë i festivalit dhe nuk e harroj ishim bashkë me Besim Dinën i cili ishte ndër prezantuesit që gjithsesi duhet me falendëru sepse ka prezantuar edicionin e parë pa asnjë kosto dhe 3 net dhe përveç 3 netve ka qenë i angazhuar ndoshta edhe shumë ditë përpara se të fillonte edhe ishim aty me Besimin edhe me 2 pjesëtar të FZK-s që ishin prezent aty dhe duke i tregu që Besimi do t'i prezantoj pjesëtarët e FZK-s, do t'jen pjesë e natës parë të festivalit dhe do t'jen aty duke i treguar shumë rastisht e pash një dritë, një shkëndi dhe nuk ju besoj asyve, ajo vi shkoj ke tu zmadhu edhe për një moment zjarë edhe fillun ma dekret, unë u shtanga fillun ekipet me u dal më shkoj ke mendja që shkemi me realizu edicionin e parë edhe mbeta fillova me gjiru se isha tu e realizu edhe dokumentarin për edicionin e parë të festivalit dhe isha si në këtë kohën e sotit që shumë të rinë në këto momente marrin telefonin e gjironën e nuk disha me ndi një farë lloj frige, me gjiru. Me kemi edhe traumat e skaluarës. Por mendoj që ka qenë si një shkëndi që aty diçka e madhe, e zjarrt, e bukur, e plot dritë dhe po. E bukur Arta ka qenë aty që ka reaguar pjesëtarët e FSK-s. Po, gjithsesi, fal tyre, po gjithsesi fal tyre faktikisht ajo është shu për një kohë tepër shpejt, po kanë qenë edhe stafi i Pallatit të Rinis në atë kohë që reaguan shumë shpejt, edhe ekipi i RTK-s që ishin prezent. Domethënë, të gjithë ishim aty dhe janë mobilizuar të gjithë për me shua gjarë dhe fatmirësisht edhe filloj me u ndrun ajo mbulimi i gjithë asaj hapësire me perde të zeza, u shëndrun ato, u largun, u desh me reagu gjithsesi edhe taj operator ekonomik që ishte i kontraktuar nga komuna e Prishtinës në atë kohë që shumë shpejt e intervenoi, po mbretëm në hapjen në ora 21 në fillimin e atyre sekondave të parë që
muziheshin ato mornicat e bark fluturat. Por që si vjetë të djegim ndryshe me këngë, edhe me diska tjetër raporta. Gjithsesi, si vjetë është ka qenë faktikisht jemi kur është përfundu konkursi për këngët garuse, kur e kemi pa sa numri madh këngëtarëve kanë shprehë interesimin për me qenë pjesë e festivalit, na kanë befasu sepse edicioni i parë ka qenë mirë, po klasifikimi i këngëve pastaj ka pas disa kritere që drejtori artistik bashkë me komisionin për zgjedhës është dashur me përmbajt atyre kritereve dhe nuk kanë kalu të gjitha, ajo kuptohet. Si vjet e di që ky komision ka pas ndoshta vështirësi më shumë sepse pothuajse secila këngë ka qenë më e mirë se tjetra dhe çdo herë më shumë po e shohim që ky festival vetëm po e merr ngjyrën edhe më shumë dhe po e ka seriozitetin edhe shumë të rinjve, jo vetëm të Kosovës, po edhe të gjitha trevave të tjera shqipfolse, po mund të them Shqipërisë, Maqedonisë, po kemi edhe ndoshta Deja nëse nuk gaboj, jeton në Amsterdam, kështu që ka shumë që shqiptar edhe nga jashtë që vinë bën pjesë e festivalit. Producente ekzekutive për ata që janë laik edhe nuk e kuptojnë, ndërsa cila është detyra kryesore e artës në këtë veç vetëm çka s'po bëj. Ndoshta më shumë mundem kështu, është menaxhimi i gjithë ekipit që bën pjesë. Faktikisht koordinatorja e bën menaxhimin e ekipit, akomodimin e personave që vinë nga vende të tjera që akomodohen gjatë atyre netve, ftesat, biletat, producentja ekzekutive fillon menaxhimin që nga pjesa e skenografisë, grafiki design, regjisorëve, bëhet pjesë pothuajse edhe ekipit skenografisë, edhe grafik dizajnerëve, edhe regjisorëve që në një farë forme me pas se si po shkon e gjithë dhe fillon ta vizualizoj qysh në kur fillojnë provat. Pra mi adhërën formën, aty kemi edhe kikën, edhe kika është mjaftë. Orta për shembull, orta merret edhe kanë herë kur si pëlqen edhe karrikën e merret. Kjo karrika nuk është bashkë. Por ndryshe kika dhe ti e angazhu në festival, mos të harrojmë që si bën një mund edhe kemi qenë që të paren, kështu edhe të qeshurat edhe të qarat bashkë kemi pas. Shumë modeste dhe nuk ka dëshirë shumë me u ekspozu, po kika ka bërë një punë të madhe edhe për radio në përgjithësi. Definitivisht edhe kikën, edhe kur tash me prezantu te drejtori artistik dhe te Genci. Po kika, po më regjistrysh na duhet kika, kështu që nuk kemi nevojë shumë me prezantu për punën e tij. E festivalit arta është, ne kemi pranuar edhe më përpara që bilese përmendim bashkë edhe me Genci dhe me Florentin, me këta, do të thonë ti bën një punë, e ke një punë, po ti bën çita punë. Dhe kjo ka qenë që nga edicioni i parë, unë e di arta se çfarë pune ka bërë. Patjetër që ne jemi në një farë mënyrë, patjetër që i shkojmë rrugës edhe ndjekim artën sepse është producentja ekzekutive, edhe aty jemi. Po që pothuajse edhe prej atyre gjërave më të vogla duhet e përmendëm atë shkendin në festival. Do të thonë edhe aty duhet me reagu. E kujdesshme dhe me reagu. Po shënoni histori, do mbeteni në histori, sepse është diçka historike për vendin tonë. Edhe kjo që po e bëjmë tani, po flasim për festivalin me artën, ndoshta mas 10-15 viteve besoj që dikush do të thotë, ata janë munu, të paktën një mundu me po besoj që fëmijët tanki kanë me pas shumë arsye edhe për me fol për këtë nismën e edicionit parë. 17 ditë arta i kemi deri te 17 ditë, lutem mos më numërose. Po jemi duke vizualizu, siç thash, erdha faktikisht edhe prej takimit të regjisorëve, bashkë me ekipin, me drejtorin artistik, me skenaristin Gencin, me Florentin, me regjisorët Bekimin, Blerimin, Arianin, gjithë bashkë, faleminderit shumë, i përshëndes dhe unë. Edhe gjithë bashkë ishim aty, edhe me stafin tjetër me Vesën Zanin, duke pas se si do përputhën gjithaj dizajni grafik që faktikisht do të vizualizohen këngë, që secila këngë do ta ketë identitetin e vet. Pastaj edhe Genci është i angazhuar për skenarin, edhe ai ka finalizuar tashmë skenarin, është vi direkte me moderatore që është Rina Medugen, në çdo moment diskuton dhe bisedon me Rina dhe Medugen
se sa përputhet kjo pjesë, a mund ta thuash në këtë verzion apo në atë verzion, kështu që gjithsecili kemi punë të ndara, po në farë forme unë me mëngjes në 9 mëngjesit punë që kam haru ose po ka raste në dhonora 3-4 mëngjesit kur po më del gjume, po ju shkruaj mesazhe kolegëve, bëje këta, mandej kri po më thonë ti si je normal, 3-4 mëngjesit po më bën telefoni prej teje. Këto veri si komplimente. Kjo është ajo për shkak që unë ngarkoj veten shumë edhe për shkak që me qenë gjithçka që me 6-9 orë në ora 21 kur fillon ajo sigla që është identiteti që ka kriju edhe unë vetë se po e ndjej, po fillojmë fluturat. Kur fillon ajo të jetë gjithçka gati dhe mos fillojmë të bëjmë aty në momentet e fundit gjëra që të themi jo se kemi ditë, jo se kemi pas, po t'i planifikojmë më herët dhe t'i bëjmë shumë më herët punë që mos i lejmë momentet e fundit. Edhe ajo që njerëzit nuk e shohin, sepse jo rastësisht ne kemi zgjedhur këtë pjesën që të flasim pikërisht me njerëzit që bëjnë shumë punë të madhe, por që nuk shifen në ekran, do të thonë janë këtë diçka tjetër, dhe mund kujtohet për shembull vetëm një skenë nuk e di, duket ka qenë në edicionin e parë dhe shkova me pyet Artën diçka dhe Artë me të letra në dorë. Të më këshyrë, edhe te po më pyet që tash, atë në dhe me këmose, është stresi, qash, të thotë që gjithë s'ka më shku. Ajo, pikat e backstage ndoshta është ngarkesa më e madhe për ata që punojnë te backstage, sepse i ki sekondat në pyetje, edhe në edicionin e parë kikat kujtohet që s'kemi pas marrëveshje, dhe gjithçka çka si mirëshim vesh me do. Domethënë përmes nëse endome ajo pjesa që do është po. Domethënë me kikën me këto gjithmonë kështu u kry, domethënë në kësaj forme kemi filluar edicionin e parë dhe kemi përfunduar edicionin e parë, domethënë përmes. A ka pas momente që sharaki kur o keq kuptuar të dash thonë u kry ka minutë po fillon. Ka pas e kujtoj Ade Besimi kur ka dalë në prezantim, duke prezantuar njërin prej këngëve, unë nuk e kam dëgjuar mirë sepse ka qenë edhe audio jo mirë, nuk u ndëgjoj mirë prezantimi, mandej unë Ade e përfundoi Besimi, ai u fut në skenë. Nuk e përfundoj. Po thash nuk e di unë. Ka pas gjithsesi kësi momente që ma vonë mandej fillojshim me i kujtu. Këto po sa herë kam parë ty anitu nis me shku edhe tu kthyse. Po. Ja këto dhe momente të bukura që padyshim që kujtohen. Megjithatë gjithë këtë mësim që ne kemi realizuar, ne jam mirënjohëse ndaj gjithë atyre që i kemi marrë, sepse unë e kujtoj momentin kur më është bo kërkesa se a mundem unë me pas rolin e producentës ekzekutive nga drejtori i festivalit në edicionin e parë nga Krasta, ndaj cilit jam mirënjohëse përjetësisht. Unë kam pas dyshime, dilema, a mund të mbri, a mund të menaxhoj si duhet, sepse gjithmonë e di pak a shumë producent ekzekutiv, kemi pozita të tilla në RTK, po ka staf shumë të vogël që menaxhojnë. Edhe kur diskutojshim do të ketë kjo, do të ketë jo, ne fillova me pas dilema se a mundem unë ta menaxhoj një staf me, domethënë deri 80-90 persona që jemi të angazhuar, se jo vetëm pjesa e RTK-s, po kemi edhe staf të jashtëm, sepse festivali bëhet edhe nga me bashkëpunim me institucione të tjera që duhet me i telefonu konstant, a e ke kry këto, a e ke bë këto, dhe institucione publike janë si janë, duhet pak a shumë presion i vazhdueshëm jo bë për mi kry detyra, kështu që fillova me pas dilemat e mia rreth marrjes së kësaj përgjegjësie në edicionin e parë, po me binshmëri ndaj Adit, mund ta bësh, e bëjmë bashkë, të mësojonet, e bën këta, do ta bëjmë bashkë, mandej fillu me kriju ekipin, me Kikën, me Florën, me gjithë së bashku dhe realizuam asisoj edicionin e parë. Është që je një punëtore shumë e madhe dhe ke dashuri me si gjëra të reja, kështu që faleminderit Laur, po nuk e di, unë kam vullnet gjithmonë për me pas diçka projekte shumë të mira për RTK-n, edhe projekte që kanë vlerë, edhe unë mendoj që RTK-ja ka njerëz shumë të mirë dhe shumë të kujdesshëm dhe këtë po e dëshmoni ju me këtë maratonën e emisioneve që keni filluar që nga 20 tetori për emisione që po keni në vazhdimsi për festivalin, njëti kemi edhe ne në televizion, nuk kemi filluar maratonën, por shumë shpejt do ta nisim edhe andej. Radio zëherë pas. Tash ato ushtyme me këta televizion, rëndësishme është që ne ndatë kemi nis, tash ju mundi me vazhdu. Po ne vazhdojmë gjithsesi, ne do ta vazhdojmë edhe pas sepse faktikisht me datën 9 është para parë të transmetohet post festivali që
Fakt, red carpet, tapeti i koq apo tepiu i koq, festivali dhe post festivali janë kratë gjymtyr të festivalit dhe unë nuk mendoj që është e rrugës ta shkpusim këto gjymtyr të festivalit, sidomos tapetin e koq dhe post festivalin. Dhe ne kemi planifikuar që post festivalin ta mbajmë me datën 9. Qëlloj që data 9 jetë ditë balotazhi dhe duhet ta mendojmë ta zhvendosim me një datë tjetër dhe kësaj gjithsesi do të realizohet, por do të zhvendoset me një datë që në koordinim me UD kryeredaktoren Blerimin dhe drejtorin e televizionit Rilindin do diskutojmë se ku është më e përshtatshme kjo datë dhe ta transmetojmë, ta bëjmë transmetimin edhe të post festivalit. Patjetër që po. Arta, një pjesë shumë e rëndësishme ne në kuadër të kësaj maratone gjithsesi jemi duke munduar që të ndalemi pak edhe te ajo historia ma përpashme e realizimit të jetës artistike në Kosovë, si që kanë qenë akordet. Edhe pra aty kemi shkputur disa prej pjesëve, disa prej njerëzve cilët do të dëgjojmë, do të kishim e dëgjuar të bukur ata Rilindi dje kishte më qenë shumë gabim të ndaheshin edhe të burgjysmoheshin, sepse kjo është si një vazhdimsi ky festival. Po shumë mirë ka thënë Rilindi dhe bash ide e mirë edhe kjo, kështu që nuk duhet të harrohet atë. Në edicionin e parë kur ka qenë Arbri duke këndu gjatë provave të orkestrës dhe bendit të festivalit, drita me diellin, fëmijët e mi nuk kam pas shumë kohë me u marrë me ta qatë kohë dhe mandej vinin ose porositësha ushqim prej valonit bashkëshortit më mësjella aty të zyra. Edhe kur kanë dëgju këngën e Arbrit, mami shumë e mirë kjo kënga, edhe më kujtohet si para disa viteve unë kam dëgju një intervistë të John Legend, i cili pati thonë që nëse një fëmijë i mbetet një këngë ose një refren fëmijëve në kujtesë, ajo këngë shumë shpejt domethënë bëhet hit. Dhe nuk kam besu që Arbri shpallet fituesi dhe i pata thonë diellë e ke ditë se Arbri ajo kënga oj Kosovë u bëhet shumë shpejt. Kështu që edhe flas me Gjethën, u bë shumë hit. Unë e kujtoj isha aty me prezantuesit e edicionit të dytë me Gencën dhe me Dritën dhe ishin shumë afër dhe familjarët e Ndritit, kur delte Driti inshallah fiton, non stop i dëgjoja duke thonë ata inshallah fiton. Edhe mandej në natën finale ka pas shumë emocion edhe Drita me Gencën vetëm kanë qenë në skenë dhe çfarë emocioni që kanë shpërthy bashkë me konfetit që kanë qenë aty në skenë, gjitha emocion, domethënë kjo është një emocion tepër i veçantë edhe për ata që marrin pjesë në publik, po edhe për ata që janë pjesë e skenës së festivalit. Pak më ndryshe kemi parë që në listën e konkurrentëve do të ketë edhe emra të njohur vetë. Laura, veç nëse mundesh se s'po dëgjosh. Në listën e konkurrentëve këtë vit kemi parë që figurojnë edhe emra që janë vetë të njohur. Po, kemi Nitën, i kemi edhe disa prej këngëtarëve Xuzin, që e kemi është ikone Radio Kosovë, sepse unë Xuzin e adhuroj dhe gjithmonë më ngjason me Oscar Benton, kjo ka qenë edhe kërkesa jam dhe Adi fote Xuzin me këndu diçka prej Oscar Benton, konstant e kemi diskutuar kështu, se edhe ngjyrën e zonit e ka pak a shumë që i ngjason atij. Po besoj që do të jetë sfiduese për konkurrentët e ri në një garë me një emër kaq shashtë. Tashmë kur kanë filluar veç provat e orkestrës dhe bendit, po edhe të këngëtarëve garuz, çdo herë ndoshta edicionin e parë dhe dytë pak a shumë ma ka marrë mendja se kush do të shkojë në 10-shën apo në 5-shën e fundit. Po kësa herë është gara shumë e ngushtë, ka shumë këngë të mira, ka shumë zana të mirë, ka shumë tekste të mira. Gjithçka domethënë është rrit vlera, cilësia e çdo këngë që do të cilët si vjet në këtë edicion. Për këtë gjë nga 1 minutë kanë shumë shkurt, mundet me dëgju në faqen tonë zyrtare në Facebook. Nora Meqa ka sjell edhe material janë video ku ata po i bëjnë prova dhe vërtet me urrënçes çfarë zona shihen që janë të ri, shumë entuziast për punë, me shumë dashni edhe me shumë vullnet e kanë marrë të gjithë. E filluam për shembull provat i filluam te Uta Alilin dhe regjia ishim aty bashkë me regjisorët kur e kanë di zonën e të Utës. Wow! Diçka aty veç kur fillojnë provat faktikisht ne ndjejm ato emocionet e realizimit të edicionit, se aty fillon me undezë edhe truri i regjisë, i kamermanit, do ta përdorim këtë kamerë, do të shkojmë kështu me cable cam, do shkojmë me spider cam. Domethënë gjithmonë na ndezet truri në ekipit që mendojmë me realizu sa ma televizive dhe sa ma skenike me qenë gjithë skena dhe me qenë përfshime në gjithë ekranin e televizionit. Mundohemi që gjithçka të jetë përfshime dhe të mos të jetë edhe orkestra dhe bendi,
Vesa kësaj here e ka fut orkestrën dhe bendin, e ka bë pjesë të skenografisë qendrore, nuk do të jenë pjesë e poshtme, po pjesë. Kjo do ta përmbush edhe më shumë skenografin kësaj here, po do të jetë edhe pjesë edhe çdo prezantime të çdo këngëtari, jo vetëm nga Rus, po edhe performuesi do të jenë. Kemi shumë emra të njohur të performuesve, nuk dua të shpaloj sepse kemi një kusht nga drejtori artistik, po ka emra shumë të mirë dhe do të jetë shumë befasi e mirë. Sepse drejtori artistik Florenti me magjinë e tij i ka risjellë disa rikomponime të atyre hitjeve që kemi dëgjuar me vite, po kësaj here kur e kam pas rastin që më dëgjoj një, nuk po meket prej mendjes. Edhe konstantu e mendu që kemi me fillu. A ka hezonin e mirë? Jo. Tash na këndosh pak aty se jo, absolutisht jo. Lutna mos më heket prej qefit mandej ka nga që kom digje. Edhe arta edhe gjithë ne kemi obligim jo vetëm të themi si soi profesional, po edhe obligim moral edhe shoqëror që domethënë me këtë trashëgimi që ta shpalosim sa më shumë dhe ta njohin edhe fëmijët tanë, gjeneratat e reja, pse jo. Kjo është emisioni i çdo kujt do të tregon pastaj se si është bërë incizimi, si janë këndu këngë që është bërë satër televizioni Beogradit, vetëm ka qenë dhe ka shumë edhe histori brenda vetës kështu për neve shqiptarët, që edhe në këto kushte, në këto do të thotë vështirësi që ka kalu si kom, nuk është dorëzu asnjëherë. Ata shqip kanë këndu, edhe kanë marrë pjesë dhe janë ftuar, nuk janë zhgënjy asnjëherë. Dhe kanë qenë shumë të mira është që si vjetë kemi vazhdon në radio televizioni i Kosovës dhe jemi në situatë krejt ndryshe edhe fatmirësisht ju keni arkiv më të pasur më duket të akordeve, sepse e kemi kërku me Gencin, kemi paka shumë një interesim të ta shpalosin një pjesë bukur të mirë të akordeve, por çka kemi gjetë në arkivën e televizionit, sepse televizioni e do vizualisht ta kemi edhe audio edhe video. Kemi gjetë shumë pak material, edhe ajo pak na ka zhgënjy sepse nuk kemi mri me pas ma shumë material. Do të thotë prej 6 orëve material që kemi gjetë, që kanë qenë këngë gjuhën shqipe, serbe, turke, gjuhë të tjera, më dhënë shumë pak gjuhën shqipe kemi. Kjo është pak zhgënjyse prej neve, sepse flas prej ne që nuk ka qenë në dorën tonë që t'i ruajmë, po nuk i kemi gjetë as në arkivën ku kemi kërku, dhe arkivën e televizionit kemi gjetë qaq material, dhe atë që kemi gjetë, jemi mundu të shkëpusim ndoshta momentet më të mira, dhe kemi bë një material që do ta transmetojmë në natën e parë të festivalit. Por që mundet me qenë edhe jo rastisht është bërë kjo, sepse politikat kanë qenë të tilla që mirja përfshirë më shumë, po fatmirësisht është shumë e vërtetë që aty ku fiket kultura, fiket edhe vetë kombi, kështu që kjo ka qenë synimi qëllimi. Fatmirësisht që Radio Kosova ka shumë, se sigurisht që kemi edhe ne brenda, sepse festivali si till si ka qenë, domethënë akordet në atë kohë kanë qenë të ndara, ka pas edhe domethënë netët, po kanë qenë edhe artistë kanë kënduar me gjuhë tjera, por e mira është që ne e kemi pothuajse gjithë festivalin, domethënë kemi, sepse radio ka qenë si më thon mbrapa më shumë. Edhe këtu janë inqizuar edhe këngët, kështu që kështu që jemi më të mirët bre. Nëse ju duhen juve televizion, ju japim. Që ku jemi? Unë kam një nostalgji për atë kohë sepse ka pas gjithçka vlerë, ndoshta edhe prezantimi, më kujtohet se po shkputëm ndoshta prej festivalit, po e tregoj një moment. Ta bëj kështu një intervjue sepse ne patjetër që rruga na orienton në festivalin. Rruga drejt festivalit, dhe kjo është rruga drejt festivalit dhe të akordet. Indjeri vjere ka qenë Mahmud Gërmizaj dhe ai ka qenë bashorti i Gërmizaj. Vjera Drita Gërmizaj. Domethënë Drita Gërmizaj, po e thoj publikisht, për ky është diçka personale, që kështu për mua ka qenë folësja më mirë në gjithë historinë e speakerëve në radio televizionit. Ashtu dhe do mbetet, ashtu e thonë të gjithë. Nusën e dritës e pas kemi sot. Kështu që arta që arta emocionu po më toket. Po shkputna pak për deklaratës mamit tënd, e cila tha kam shku te radio dhe kam pas ëndër me qenë. Unë e më kujtohet vetja kur Drita e ka lexuar lajmet, edhe unë e di që jam stopu para ekranit, edhe ndoshta si fëmijë nuk e komendu në herë se kanë qenë rrethana të tjera.
ako me qenë unë ndonjëherë në televizion, ako me dalë unë ndonjëherë. Do të thonë këto dëshira fëmijërore shfaqen me kalimin e viteve, pas disa viteve dhe po mund ndërlidha ajo dëshira që e ka ardhur recepcioni dhe ka ndajt për me qenë pjesë, po. Edhe unë kom pas ndoshta një moment saktë që unë kom mendua ako me qenë. Dhe u po kthena aty ku isha duke tregoj ke qysh Drita ka pas një audicion të rrept për me qenë prezantuese, do thotë disa herë ka konkuru për me qenë prezantuese dhe vetëm për shqiptimin e ndonjë çoje apo që nuk është shqiptuar që është dash, që është kërku në atë kohë, ndoshta nuk e ka kalu edhe Betisa e thonte që kriteret për akorde kanë qenë shumë të rrepta. Po ndoshta ajo e ka rrit verën më shumë dhe cilësinë për ato mandej kur kanë kënduar në atë kohë, këndo që e ke zgjedh, ndoshta edhe nuk e ke zgjedh më të mirin, po ndoshta ju ka buaj pa drejt sepse dhe ai ka qenë i mirë, dhe ai tjetër sepse kriteret vlerat kanë qenë që asisoj që gjithmonë është kërku mas shumte për me pru vlerën e cilësinë më të mirë në skenë. Po dalemi tek ky edicion di që tash po unë kam për detyrë me të pyet ty, tash unë thjesht na jemi bashkëlaurën gazetar këtu, kështu që producentin e festivalit kryesor duhet më nxjerr një detaj të asaj se çfarë mundet me prit audienca, diçka që është ndryshe nga dy edicionet e kaluara. Janë dy moderatorët. Është një kombinim shumë i mirë i tyre, kanë me pas performanca natën e parë, paka shumë e kemi diskutuar edhe me Kikën, Kika vetëm i ka informacione, po sigurisht për dëgjuesit do në pirmish palos kësaj. Kanë me qenë performanca të koordinume mes njëri dhe tjetrit, disa raste të shkputura, disa të koordinume, kanë me pas performues. Edhe nata e dytë do t'jetë koncentruar më shumë te pjesët e nostalgjisë të vitet e 70-ta, 80-ta, 90-ta, domosdoshmërisht. Domethënë te secila periudhë kemi drejtori i festivalit dhe drejtori artistik Boshnjaku dhe Gërvalla. E kanë menduar që me disa këngë të atyre viteve, hitet të atyre viteve, t'i sjellim në natën e dytë. Nata e tretë është ajka e festivalit, do të ndahen 10 këngët që do të garojnë në natën e tretë. Dhe nata e tretë janë performuesit që janë top performuesit jo vetëm Kosovë, po edhe jashtë Kosovës. Çka po duam të theksuar se gjithmonë haroj, nuk është kjo detaj që përshë ka do të producentët fol pa pet skallzon. Po nuk po mundona me ik kësaj. Pak me politikanët sepse me po fillon producent politikanë. Pak shaka. Për unë kisha shpalo sepse mandej fillon ajo po me që është edhe është më interesante për neve diçka që nuk e di me shku me pa. Janë disa kritere festival, kështu që edhe te këngët garuese kemi disa kritere që nuk duhet të dëgjohet në disa herë, sepse nëse vazhdimisht dëgjohet atëherë e hup efikasitetin edhe thelbin e realizimit të festivalit, sepse të gjitha këngët do t'ipen premierë dhe njëri prej performuesve, i cili do t'jetë në natën e tretë, do ta ketë premier këngën. Do të edhe edicionin e parë kemi pas Stanaj që ka pasur premier këngën e tij, do të ka shfrytzuar gjithë atë skenë të natës së tretë të festivalit, po edhe ky performuesi i cili është artist i këtyre përmasave që njihet ndërkombëtarisht dhe jo vetëm ndërkombëtarisht, po edhe në Kosovë dhe Shqipëri. Tash më të lutem do e marrë me gjatë pauzës për edhe atëherë do ta ketë edhe ky artist i këtyre përmasave të mëdha, do ta ketë performancën e tij, premierën e tij në natën e tretë të edicionit të festivalit. Dhe në fakt ajo që është e bukur sepse shpesh ne kemi përmendur që dhe madje dje kisha një për diskutimeve me dikë që dëgjoni se skena festivalit është një skenë aq e madhe, edhe është e magjishme, edhe është aq e rëndësishme për artistët e rinj me shkel, saqë ajo ka më mbet për ton jetën e tyre në mendje. Domethënë, gjitha investim që bëhet dhe me dal me një skenë që ti e sheh, ndoshta për shembull çysh për edicionit të parë, kemi thënë këtu, madje njerëzit kanë menduar që mos jem të pandoj festival të një vendi tjetër. Shumë e vërtetë dhe ishte emocion edhe kur fillonte edhe vetë festivali dhe gjithçka që kishit përgatitur aq bukur edhe shqipja edhe gjithë në edicionet e para. Sinqerisht kur e pashe e shiqova e kam dhe të them apo nuk ka ndru programi, kështu që komplimente. Në fund për një nivel halomat në 9 vjet. Po skenografia do të jetë diçka
Shumë e bukur. Vesa shumë shpejt do t'u shpalos. Kemi të pranë në studio. Skenografin, ato që e kom pa në 3D që ajo ka arrit me realizu, unë po shpresoj dhe po uroj edhe edhe unë edhe Vesa jemi 100% që ato që e ka në letër atë të vizualizohet dhe të del ashtu siç ajo e ka planifiku. Edhe nëse bëhet ajo, unë po besoj që do t'jetë diçka shumë e mirë, sepse edhe pjesa, edhe integrimi i orkestrës dhe bendit që do t'jenë pjesa asaj do ta përmbush edhe më shumë këtë. Po e gjithë kjo punë po bëhet fal organizimit të televizionit, punëtorëve të televizionit dhe të radios, të RTK-s, po ky organizim nuk do të ishte mundsuar nëse nuk ish realizuar një marrëveshje mes Ministrisë së Kulturës, konkretisht ministrit Qeku në vitin 2023 dhe udhëheqësve të RTK-s në atë kohë, dhe prej asaj marrëveshjes filluan kjo ëndër e ka marrë me RTK sepse ne kemi pas një ëndër që ta bëjmë një festival ashtu siç e ka TVSH-ja, ka mbet vetëm ëndër dhe asnjëherë nuk është realizuar. Në momentin që është finalizua ajo marrëveshje në shkurtin e vitit 2023, mandej filluan ato organizimet dhe kësaj nismës së bashkëpunimit ju bashkuan edhe Komuna e Prishtinës edhe institucionet e tjera publike si pallati edhe plot të tjera dhe u bë edicioni i parë. Nga ajo marrëveshje u realizua edhe edicioni i dytë, kësaj here po e bëjmë edhe edicionin e tretë. I kemi po ashtu këta bashkëpunëtor, do të thotë Ministrinë e Kulturës dhe Komunën e Prishtinës dhe po besoj që të gjithë do dalim të kënaqur me gjithë ato që do ta kemi gjatë këtyre 3 natëve. Po vazhdojmë, jemi art e di që të kemi shkëput për vetëm pak minuta, po që... I pash mesazhet, ku je? Apo... Kështu që apo rribe dhe më një orë tjetër. Faleminderit shumë. E di mandej që ju insistoni me nxjerrë ato çka po insistoni deri tani. Nxjerrim si nesër unë edhe Kika. Jo. Gjatë përcjelljes. Po dhe ka ti Vesën. Kika është informu, po shumë mirë që nuk ish palos kështu se ishte kemi kriter, kështu që ekipi seriozitetin edhe profesionalizmin patyshim. Atë shumë kemi kriter sa që ka njëherë edhe arta nguron, jo që nguron, po... Është pasuri? Është pasuri? Jo, kjo është profesionalizëm. Shpesh unë jam shumë e sinqert, edhe mendoj që nuk e di sa mundi me ju ik pyetjeve, sepse ato që e di mundohem me ja thonë gjithëve, edhe kur vrena kur mundona me ik kështu, nuk më vret më vizatohet në fytyrë, kështu që për ata dhe iki intervistave se jam gazetare vet, kam qenë me vitet tona dhe kur mundona me shkëputë diçka prej bashkëbiseduesit. Edin se sa insistoj në atë pyetje, dalin pyetje tjera, mandej prapë thënë ata jo pyetje. Kush është ai me fam botërore që premier. Arta Avdiot, faleminderit shumë për prezencën ekzekutive edicionit 3 festivalit. Faleminderit edhe për juve, faleminderit shumë. Madhe, shumë suksese në këto tash po ja përmend 17 ditë të cilat do të jenë gjithmonë të bëjë 16 e tjerë. Po që unë e di që Arta po edhe ekipi, Florenti, Genci, gjithë ekipi janë të bëjë punë shumë të mirë edhe si tillë rilindi, si tillë besoj që do t'ja dalim me shumë suksese dhe këtij edicioni po e shihni edhe përmend edhe Arta që edhe Radio Kosova ka nisë që nga data 20 dhe jemi të mundu që me shku direkt domethënë gjitha rrugët të çojnë të festivali, po duhet dëshirojmë me çdo mënyrë që kjo atmosfera festive që ka nisë të bartë tek audienca, sepse tek fundit në gjithë edhe festivali bëhet pikërisht edhe për audiencën, jemi lodh me këto zgjedhjet edhe balotazhet, hajde po vazhdojmë festivalin. Kohën më të mirën po ndodh, kështu mirë. Po ndryshe një falënderim i madh për gjithë dëgjuesit tanë kudo që janë këtu edhe në botë, edhe veçanti edhe kolegëve tanë të gjithë dëgjuesve në Alb Radio në Zvicër. Të gjitha këto intervista do t'i keni me pamje edhe në YouTube, në kanalin një YouTube. Aty i kërkoni me emër edhe i gjeni, por edhe prapa skenat në Facebook. Ja, versën këtë informat ma ka vënë ta ura. Ti as po shoqë në povesh na ban. Me setra, nuk ka qenë kështu. Po ndryshe edhe në Facebook mos harrojnë dëgjuesit tanë edhe ata që janë në Zvicër. Ta pëlqejnë faqen tonë zyrtare Radio Kosova, aty kanë edhe atmosferën ora meqa që e sjell nga prapa skena dhe pak a shumë mundeni me i vrejtë se kush janë këngëtarët që edhe do të marrin pjesë. Ju faleminderit. Qëndroni me ne.